Unë mas 36 viteve, kom marrë prej Gjermanisë, kom ndërprej biznesin atje dhe kom vendosë me ardhë këto. U ktheva edhe isha vetëm. Nuk isha me kanë me nda qatë moment. Edhe për me që të shumë kum kajtë fikzimit. Se ti e me nda një ide vjenë prej zarës janisë. Mirë po, vjen disa djena momenti ku se qëfar po mendoj njerëz për qita, se është ajo që është lidhe, se ti këto aki për me shit, për me konsumu njerëz. Çfarë komente është më merr për njerëzve? Po, kur të vjen për shembull ajo momenti ku ti kushtot bire, se është e mirë, birës po du me përbosh diçka që edhe shumë, për mu ka pas do me thajnë tepër të madhe. Jo që kum shqita të ku me ditë se su kanë me rëndësisë, çfarë sa pushes e shka. U kanë me rëndësisë e dikush, po ma jepa ndjenë që jam në vend duhur, në kohën e duhur, edhe që kjo që ku baj është e mirë, me thonë, është diçka që kom pas pa tjetër sukses. Kom vendosë me ardhë këto me fillu me prodhimin e salsave që i bojnë asot, me ndërtu një fabrikë prej zeros. është pak vështirë nështë për dikon që nuk është nështë në situatë temë për me kuptu se çfarë do më thonje emocionale ka kjo për mu. është një ndjenje pa përshkrueshme për me thonë mas 36 viteve, me ardhë këtu edhe me punu, apet në vend temë, ku s'kona një... U këthy edhe njerë në kohë. 20 vjetë jëmë kanë kërë më që venën. E Kosovës do me thonë, këmë kry shkollën edhe me nërë këmë që venën. Mas 20 vjetë kërë jëmë këthy këto, mas 36 vjetë kërë jëmë këthy këto, mu ka dohë që asë një herë nuk e këmë kulëshu venën e Kosovës. O ka një ndjenë sigur koha s'ka jetë. Po thutë që për me koha humet ka pa jetë. Se jam pak emocionume edhe. Qërë s'pjashen i sytë. Je këthy me një pjesë të familjes, edhe realisht unë e kom dëgju në ajna taku një ditë, edhe kom dëgju rrëfime dhe për mu u konë shumë interesant. Po përdu dhe qysh mi kjo të regu, më të regu edhe publiku, cilat jam kanë ato komentet e para, që të kanë thonë njerës, për thonë që përdu me shumë Gjermanin, edhe me ardhë në Kosovë. Do shta edhe qëftë ju për gjithmonë, po të pak të ndërsa të fillon biznesi, me jetu këtu, edhe krejt njerëzit që dojnë me u marrë me prodhimin e landës së parë për produktin që të duhet ty, me pas një farforme një vend ku e kanë tregun e sigurt. Cilat janë kanë komentet e para që ti kanë thonë njerëzit, që të kanë thonë mas parte? Komentet e para ose kontaktin e parë që këmë pasën në këtu në Kosovë dhe kërë këmë tregu dikuj përdu mi ba që të salca, kanë qenë okej, po është shumë e zashme. Qysh do me prodhuti me landë të frest, është një gjë që është shumë e vështirë.